Njerëz internet sa YouTube sa për së mos që jeni shikues të A një report, nuk është rastësisht që jam me këto dy gocat e vogla këtu, sepse ashtu si dhe një vit më parë, edhe këtë vit zhvillohet panajiri fëmijëve. Në fakt jemi në prag të 1 qershorit, është 1 qershori, është festa fëmijëve, një festë shumë e dashur për neve shqiptarët, se është një festë tipike shqiptare kjo e 1 qershorit, por e bukur sepse ku ka fëmijë është gjithmonë shumë bukur. Do më shpjegosh një çik ku e ke bërë këtë suratin kështu ti? Te një gruash më bëri një mace. Një mace. Po i the veti që më bëj macën apo? I thash vet. I the vet? Si e ke emrin ti? Sara. Sara, po ti psi je garavitur kështu në fytyrë? I the vet apo tha ajo teta të bëj kështu? I thashë. I the ti. Je bërë shumë e bukur, po bëj shaka, unë nuk je garavitur, je bërë shumë e bukur. E pe panajirin të pëlqeu? Po. Qa kishte të bukur aty? Gjëra. Gjëra? Po qa gjëra s'kishte? Pleve në një gjë, të bleu mami në një gjë? Të bleu mami në një gjë? Po. Qa të bleu? Nga i dhanë falas ato. Nuk të bleu mami se ti dhanë falas atje. Po kishte në një gjë që kështë qefti ta bleje dhe nuk ta bleu mami ose nuk e more dot? Kishte në një gjë? Ja. Se po të kishte shkoj e maru? Ta kishte apo ja? Ja. Po ti kishe në një gjë aty që të pëlqeu edhe që nuk ta bleu mami? Ja. Ja? Se po të kishte ta kisha bler unë. Iku tani. Faleminderit mamit që është atje. Edhe gjithë të mirat më pafshim. Po punin që më pafshim dhe ke televizori, jo vetëm ke mua. Bravo. Shkon kjo dita shkon me gjitha të shpejtësi, mbi të borën e si kur të turojnë, me gaze hare, zemrat na këndojnë, dhe zikat largehojnë, tringëllimat na shoqrojnë. Hey, zile tringëllojnë, o sa bukur kur e shen dinës dit me kaj. Hey, zile tringëllojnë, o sa bukur kur e shen dinës dit me kaj. Hey, zile tringëllojnë, o sa bukur kur e shen dinës dit me kaj. Hey, zile tringëllojnë, o sa bukur kur e shen dinës dit me kaj. Hey, on kjo dita shkon me gjitha të shpejtësi, mbi të borën e si kur fluturojnë, me gaze hare, zemrat na këndojnë, dhe zikat largehojnë, tringëllimat na shoqrojnë. Hey, zile tringëllojnë, o sa bukur kur e shen dinës dit me kaj. Hey, zile tringëllojnë, o sa bukur kur e shen dinës dit me kaj. Hey, zile tringëllojnë, o sa bukur kur e shen dinës dit me kaj. Hey, zile tringëllojnë, o sa bukur kur e shen dinës dit me kaj. Hey, zile Unë më në fund e gjeta World Visionin, sepse kam një top herë që shikoj fëmijët vërdall në për gjithë pedonale, të veshur me bluzat World Vision. I pyesja po e kishin pamundur më shpjegonin çfarë. Ja shpjegojnë. Pastaj pash që kjo stenda ishte më e bukur, plot me ngjyra, i pikturonit fëmijët, ishte në mbështetje të fëmijëve. Okej, shumë faleminderit. Ne World Vision është një organizat ndërkombëtare, është e fokusuar tek fëmijët. Në Shqipëri kemi që në vitin 1999, mbas krizës refugjatëve kosovare. Punojmë aktualisht në 11 qytete të Shqipërisë, edhe punojmë me rreth 33.000 fëmijë direkt, pra fëmijët që janë më të varfër, më nevojë. Ndihmoni fëmijët të nevojshëm që fushat tona të aktivitetit janë të drejtat e fëmijëve, edukimi dhe edhe rinia, fuqizimi i rinisë. Për këtë panajir kemi mundësuar që të vinë 400 fëmijë të varfër nga
nga disa rrethe të Shqipërisë, një pjesë do vitet me prindër, që të kenë mundësi të shijojnë aktivitetin që bëhet në panajër. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Unë intervistova disa prej fëmijëve. Ata shpjegonin që vinin nga vende të ndryshme. Mirë, si është të punosh me fëmijët? Fëmijët e parë është Është impenjative. Është kënaqësi, po është edhe shumë përgjegjësi e madhe. Edhe ne e marrim shumë seriozisht në punën e fëmijët. Kemi stafin tonë të përkushtuar, por edhe vullnetarët që kemi në komunitet, që ata na ndihmojnë domethënë që puna jonë të jetë suksesshme. Si janë këtu vullnetarët, janë të rinj? Po janë të rinj të moshave nga 14 deri 18 vjeç. Dhe ata kanë klube të rinore që ne kemi në për të gjithë. Që me këtë rast edhe këta të rinj ti edukoni shumë mirë, ju duke angazhuar. Është një nga fushat tona të punës, është fuqizimi i të rinjve. Edhe u jap mundësinë të rinjve domethënë që të krijojnë një ndryshim domethënë në komunitetin që ata jetojnë. Mirë, të përfitojmë çik me që është festa fëmijëve që në Shqipëri një qershori është një festë shumë e njohur. Dhe meqense juve bëni këtë lloj profesion, dhe këtë lloj pune, po themi, që don çik edhe, jo don çik, por besoj që do shumë edhe pasion. Kush do ishte mesazhi që do lëshonit nga ajo që dhe keni hasur nga puna juaj tek fëmijët shqiptar në Shqipëri? Për fëmijët shqiptar, çfarë mungon më shumë aty? Ai që mendon në mungon më shumë fëmijë shqiptar është të njohin të drejtat e tyre, por edhe një ambient qoftë në familje, edhe në shkollë, po edhe në komunitet ku ata ndjehen të mbrojtur, edhe të ndjehen një ambient që është i rehatshëm për ata, për fëmijët që ata të ndjehen rehatshëm për të mësuar. Më duket sikur the më pak stres, ë? Në vijat për gjithë. Më pak stres, po një ambient ku fëmijët ndjehen të mbrojtur. Mos kenë frikë nga dhuna, qoftë në familje, qoftë në shkollë, qoftë në komunitet. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit. Punë të mbarë. Faleminderit. Ja në pasqyrë, fytyrën shoh, e bëj sfila, ta në përdhon. Njerëz internet sa YouTube sa për të mos i qenë shikues të Anje Report, një qershori erdhi, është një kohë shumë e bukur edhe sot, është vap, është një çik vap. Por megjithatë, fëmijët kanë festuar deri diku nga ora, tani është ora rreth 14, pra rreth 2-shit, kështu që për gjithë paradites janë argëtuar ka nga ata që e bëjnë akoma këtu në Parkun Rinia, sepse ka ndonjë hije tek tuk, por pjesa tjetër e festës së 1 qershorit është mbasdita. Ndërkohë shihoni atë çfarë ka ndodhur deri tani.
ne jemi një fundacion, një oficin prysh, quhet Fundacion Shkendia, edhe për arsyeën e 1 qershori sot kemi ardhur i thjesht për të kënaqë fëmijëve. Edhe çfarë keni bërë se ishte plot me fëmijë deri tani, po tani ra kjo vapa që Po, ne hap prapë edhe një herë në orën 6 deri në orën 8, është 2 orë aktivitet. Kemi edhe mësimit morale, gjithashtu sonte do jetë lidhje me riciklimi, gjithashtu me titlin Bota jon. Pare dite ishte jeta jon, sonte bota jon. Mirë, kjo është gjë shumë e mirë që bëni dhe një lloj edukimi të fëmijëve, ë? Patjetër, edhe kënaqim jashtë mas. Po si është të punosh me fëmijët? Unë tani kam një 15 vjet experience dhe nuk shikoj vetë duke bërë asnjë gjë tjetër. S'mund ta imagjinosh veten. Nga jeni ju? Unë jam nga Anglia. Flisni një shqipje të mrekullueshme. Komplimente. Shumë faleminderit. Sepse mësim. Flisni dhe kuptoni shumë mirë shqip. Është një gjë shumë. Faleminderit. Sa kohë keni që operoni në Shqipëri? Kemi në fakt si organizat i regjistruar që nga 2010. Kam qenë me një fundacion para saj të veprojmë. Me thënë ke më shumë akoma në Shqipëri se sa organizata. Po. Më bëhet shumë. Çfarë do t'i këshilloje si e huaj, nga këndvështrimi i huaj, fëmijëve shqiptar? Çfarë u mungon, çfarë u duhet fëmijëve shqiptar? Në fakt, ne nuk duhet të harroj që Shqipëria është një vend zhvillimi edhe ka zhvillu goxha. Ne harrojmë sepse 93 është herë e parë që kam ardhur në Shqipëri me një program të shkotra. Edhe përmirësimi është jashtëzakonisht shumë, edhe ne nuk duhet të harrojmë nga ku kemi ardhur. Do më thënë hap pas hap, ditë për ditë, vit për vit, e përmirësohet dhe mësohet më mirë. Edhe Shqipëria ka një shpresë, gjithmonë duhet të ketë një shpresë për më të mirë. Morët vesh. Miropafshim, faleminderit. Ndosa erdhe na lëndoj shokurin gjumi në ndrati trazoj pa mëshirë botën ton bot me lule plot ti e razon si të jetë e kot kur lëndon një fëmijë stopi plot Sa vjeç je ti zogu vogël? Sa vjeç je ti? Ty sa vjeç je? 5 vjeç, po ti sa vjeç je? 4. 4? Edhe bën taekwondo ti 4 vjeç? Po ç'a mëson atje? Po bëj një herë në një gjë. Ç'a mëson atje? Igla ç'a mëson ty? Igla, si igla se. Ç'a mëson igla atje? Judo? Gjuajtje. Mirë, më tregon një stil, më tregon. Ç'a bën një kështu një gjujtje? Bën një ballum çajki. Si e bën si? Ballum çajki, bën një ballum çajki. Si gjuan ti një, qofse do të më gjuash mua. Më gjuaj këtej, se këtej më vret bebin, po më gjuaj një herë mua. Bravo! Sa ke ti që bën taekwondo? Ke shumë? Po. Sa ka? Ka një vit apo si. Jam unë instruktore dhe kam palestër tim. Po është e vajza juaj kjo? Vajza ime është unë. Se këto nxënës të mi. Janë zënës gjithë. Ishim me një aktivitet edhe inshallah këtu. Ka fëmijët e tu janë zënësi më të vegjël. Po, jo, kam dhe në të vegjël, shumë. Keti më shumë. Pjesëtarë janë 45 gjithsej që kam tani momentalisht, por i vin duke u rritur pjesëmarrja. Mirë, duke u rritur si pjesëmarrje, po mua më bëri për shtypje grup mosha që ishin shumë Jo, vegjël. kemi edhe shumë. Është normal? Po. Nga 4 vjeç e sipër. Me thënë fillohet taekwondoja nga 4 vjeç. Mirë. Si është të punosh me fëmijët? Shumë e vështirë. Duhet më ditë psikologjinë, çdo gjë, ka shumë vështirë. Që kujtoj njerëzit se kam se fëmijë janë, s'ka fëmijë. Fëmijët janë shumë të vështirë. Po dhe shumë të mirë. Shumë mirë, gjithashtu. Se është një qershori sot ta themi. Unë kam tipin që ju bërtas shumë edhe ashtu, po ato që kam palesën më mirë kuptojnë. Kjo është gjë shumë e mirë. Po, e di se e kam për suksesën. Faleminderit. Speci është një perime shumë e pasur me vitamin C. Kjo vitaminë mban trupin larg viruseve. Ajo ndihmon që gjaku të qarkullojë më mirë. Oreksi rritet po ta hash spec në ditë. Ai gjenet në të gjithë kuzhinat e botës. Speci është aq e adhuruar sa që janë ngritur dhe shkolla për specat, si në Itali, Spanjë dhe Francë.
cilën e nishin, po si radau në zgjysë. Edhe të një, poj pun gjithmon, një lullëzim të stinës. E më e ri, kur duken sot, nuk jam fëmi, jo si më par, ja një mesazh, më befason, e brenda vetës diçka ndjej, dhe s'di se çfarë po ndjej, më gjesi qesh, dhe në pasur sërish më gjen. Shkoj në ditët, shkoj në stinët, pishta leci veti pas, s'ka më lodra me fëmijët, vjen një... Qa ke qef të bëhesh kur të rritesh? Police. Pse? Se më pëlqen. Po pse të pëlqen policia? Se ka njerëzin që vjeti. Kap njerëzit e këshinj. Bravo, shumë mirë. Thuaj edhe të gjitha atyre që janë atje te televizori, o njerëz të këqinj thuaj do ju kap të gjithëve. Hemi. Si mirë, thuaja pra. E njerëz të këqinj do kap të gjithëve. Bravo, e paske gojën, briske paske. Thuaj edhe gëzuar një qershorin që ta mbyllim programin bashkë. Gëzuar një qershor. Pafshim.